Territori i Kosovës për datën 8 prill 2025 do të përfshihet nga një mot pjesërisht i Vranët, me mundësi për rreshje të dobëta lokale në orët e pasdites. Në shumë zona do të ketë intervale me diell, veçanërisht në pjesën jugore të vendit. Temperatura minimale pritet të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë me drejtim verilindor, me shpejtësi mesatare prej 6-11 metër për sekond, ndërsa në disa lugina mund të ketë fryrje më të fuqishme, deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si më poshtë. Mitrovic, 2, deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 3, deri në 14 gradë. Skënderaj, 2, deri në 13 gradë. Pej, 3, deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë, 3, deri në 17 gradë. Gjakov, 4, deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 4, deri në 14 gradë. Gjilan, 3, deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 3, deri në 16 gradë. Kaçanik, 4, deri në 15 gradë. Suharek, 5, deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 4, deri në 16 gradë Celsius.